Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë 2 sfida miqësore në fillimin e muajit qershor. Fillimisht do të sfidojë Izraelin, më pas Luksemburgun. Klidman Lilo pritet të jetë risia e radhës nga trajneri Silvinho, sipas raportimeve të fundit nga Sport 24 në Greqi. Lilo fitoi së fundmi Kupën e Greqisë me Ofi Kretën, ndërsa vendosi të festonte me flamurin e Shqipërisë. 23 vjeçari i lindur në Athinë ka luajtur vetëm në Greqi deri tani. Pasi regjistroi paraqitje me Shqipërinë U20 dhe U21, për to do të ishte hera e parë që grumbullohej me ekipin A. Lilo regjistron 14 paraqitje me Ofi Kretën në Greqi gjatë këtij edicioni, ndërsa në 3 prej tyre është mbajtur porta e paprekur. Pas Strakoshës dhe Pilos, do të ishte një tjetër lojtar i Shqipërisë që luan në elitën e futbollit grek, por Lilon raportohet si një moment i mundshëm historik. Mbrëmje magjike për portierin shqiptar të Ofit, Klidman Lilo, i cili arriti të fitonte Kupën e Greqisë, duke triumfuar 2-3 në finale kundër PAOK-ut. Lilo u hodh në fushë në minutën e 89, duke zënë vendin e Kristo Gjiorgos, ku rezultati ishte 1-2 skuadrën e tij, ndërkohë që PAOK barazoi shifrat në 90+7. Dueli shkoi me shtesë, teksa Ofi gjeti rrugën e rrjetës në minutën 105+4, nga pika e bardhë e penaltisë. Një fitore historike kjo për ekipin e portierit shqiptar, i cili u ndëshkua edhe me karton të verdhë në minutën 120 për vonesë të lojës. 23 vjeçari shqiptar është aktivizuar 8 ndeshje në kampionat në këtë sezon me Ofin, si dhe 4 në kupë. Por sa i përket kuqezimeve, Lilo numëron 6 paraqitje me Shqipërinë U21.